deputet që shteti duhet ta mbronte. Si gjithë qytetarët, po deputetët sa më shumë, ne i lajmëruam. Pa i kishte bodyguardët e vet, nuk kishin deputetët bodyguard në shtetin atë kohë, kështu që ne s'kishim detyrimin të jepshim bodyguard. Pa i kishte të vetët, kishte shok, miq të vet që e mbronin. Dhe shteti, si thua, kishte detyrimin si deputet. Nuk fitoi asgjë. Qeveria Nano urrëzua nga vrasja e Azemi. Nuk fiton të shteti asgjë. S'ka asnjë logjikë. Që pse? Ata kush fituan dhe kush pse e lidhun? Një falëndime që mund t'jetë dhënë. Me këtë fakt që u shfrytëzua vrasja e tij. U shfrytëzua rënd për disa vjet, u bë Shqipëria tym. Në 98-ën. Tamam ditën e varrosjes Azemit u ngru shteti praktikisht. U morë televizioni, u morë kryeministria, u morë parlamenti. Do të thënë shumë e qartë që si kishte ndodhur. Po, cili ishte roli i Fatmir Hauklet në Ushtrisë Shërbimtare të Kosovës? Ai ka ndihmuar Ushtrisë Shërbimtare të Kosovës? Kjo se ka ndihmuar për interes të vet, jo se nuk kishte një detyrë. Ai ishte natyrisht, ke parasysh, në atë periudhë, mbas 97-ës, tropoja praktikisht ishte jo jashtë interesit, po jashtë, si thush, komandimit nga Tirana. Atje policia ishte zoti i vendit, ishin Fatmiri me shokët e vet, dhe një pjesë armatimit që mblidhesh dhe blehesh në popull në Shqipëri, se ishin hap depot në 97. Kalonte dhe nga tropoja. Thuhet, nuk e dim se nuk merresh me policinë, kur jam marrë, sikur me policinë e vendit. Policia ka institucionet e veta për këtë punë. Kështu që nuk mund të me përgjegjësi që po, Fatmiri shiste, blente armë, po ishte, ka që dinim, që ishte interesuar për trafikun e armë. Tani, quhet ndihmë kjo të shesësh armë, që kësa po. Për kufizimin veheni vetë nuk e di. Profesor, vim deri tek, unë falenderoj shumë për intervistën, vim tek pyetja e fundit. A keni frikë nga Pollon Pilnici? Nga kush? Nga Pollon Pilnici, profesori. Personazh interesant është. Na duhet, me sa duhet na duhet deri. Atë ka futur aty në listë, domethënë që atë ka futur aty në listë që kanë më të arrestu s'po, po i ka futur krejt, me Derom, me... Unë po të mosh, një personazh vërtet shumë interesant, mungonte deri tani, në përgjithësi politikanët janë përpjekë që t'jenë serioze, më the thash, kanë dhe ata karagjollëdhije dhe tyre, po ky është kompleks. Ai flet me shumë seriozitet flet. Shiko, vetëm ideja. Ai kem vlluar edhe vetëm ideja që sot asgjë konkrete. Absolutisht asgjë, vetëm gjërat përgjithshme. Që ka da bodyguard, një limuzinë të madhe, thash. Nuk e ka arrestuar Edi Ramën, alo. Nuk e ka arrestuar kryeministri Roma, ka thonë që ka me arrestu. Atë? Po. Pse jo? Jo. Pollumbi ka thonë Edi Ramën. Pollumbi po më, por ai arreston edhe. A ke frikë prej tij? A keni frikë ju prej Pollumbit? Pse? Po nga që ka Pollumbi arrestuar gjithë. Po lëre tash. Unë duhet përgjigjem seriozisht, kam frikë apo jo, nuk bëj çka. S'kam as frikë, pse do kem frikë? S'kam as lidhje me to. Po të më takoj të më pyes për një gjë, si po flasim bashkë, ja them. Por ai sa kam parë në televizion, duhet një figurë interesante, do ta mbaj mend. Figurë interesante që Sharok apo serioz? Interesant. Tani nuk dua të bëj epitete. Unë mund të them shumë gjëra, po jo në televizion. Profesor, faleminderit shumë që pranove intervistën. Po jo. Ishte vërtet kënaqësi. Bëm një intervistë thjesht. Për fond a ki diçka se thotë që kemi. Unë kam diçka dhe duhet të them kosovar. Shqiptarëve të Kosovës. Shqiptarëve të Kosovës, po sigurisht.